Ligjor të koalicionit Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore, zotin Frans Nuri. Shumë faleminderit që edhe pse në këtë orë të vonë keni gjetur kohën që bëjmë një intervistë të shkurtër. Kënaqësi. Vota e diasporës, një proces i cili po implementohet për herë të parë dhe me sa duket ka nisur debatet që pa nisur dhe numrimi i zarfeve që kanë ardhur nga diaspora për pretendimet për manipulim të votës. Mund të jepni disa detaje më shumë se cilat ishin pretendimet tuaja, zoti Nuri, dhe pse gjitha i debat midis palëve politike? Shikoni, problematikat e diasporës kanë filluar që tek regjistrimi imper, që aty u duk që kishte probleme dhe njerëzit, votuesit tanë diasporë nuk u lanë që të regjistrohen dhe të votojnë lirisht. Pra, se që kur fillon që regjistrimi bëhet i patronazhuar, i kontrolluar, ne e pam në Greqi, se që ndodhi me eksponent Partisë Socialiste që shkoni masivisht me kryetar bashkish të jugut, apo dhe të veriut, pse jo, që shkoni me administrat, me punojës që nxirrnin bedj dhe thoshin jemi të KQZ-s dhe regjistronin personat moshuar në ati apo dhe vendet të ndryshme, që këtu filloj me anomali procesi, sepse u tentua që në fillim që të kontrollohej. Më pas, filloj me probleme pikërisht këtu tek Feti Borova, kur u përgatitën materialet për dërgim në diasporë nga ana administratës KQZ-s. Filluan problemet e para, nuk ishin rastësore, nuk ishin gabime, aksidentet vogla në prodhim, zarfash apo gabim njerëzore, adresash, siç na u raportua nga KQZ-ja. Nuk ishin 14 apo 15 raste, ishin me qindra dhe me mijëra raste problematike, që ne i evidentuam si koalicioni Partia Demokratike Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Problemi qëndron tani sepse kur po vinin votat e Greqisë, u konstatua një problem tepër i madh në lidhje me kontrollimin e votës. Pra, kontrolli i votës, mosdhënia mundësisë çdo zgjedhësi ta tërhiqte personalisht zarfin, të votonte i lirë, por grumbullimi i tyre, si në Kret, apo dhe në zona tjera, dhe pse jo në Athinë, në zonë nga një individ të caktuar, që nuk e kanë këtë kompetencë, kodi zgjedhor dhe aktet rregullatore e kanë përcaktuar mjaft qartë. Operatori postar DHL duhet e kishte dhënë zarfin personalisht në adresë të shtëpisë çdo votues në diasporë, përfshirë dhe Greqinë. Dhe kjo nuk ka ndodhur në shumicën e rasteve. Po, për në fakt ka pasur edhe një lloj justifikimi në fakt nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të cilët janë shprehur shumë shpesh që ka pasur probleme logjistike në ishuj. Përkatësisht kanë qenë problemet më të mëdha dhe kjo ka qenë dhe arsyeja pse i kanë kërkuar imigrantëve që të shkojnë personalisht në zyrat postare që t'i marrin ato. A nuk mendoni ju se ishte edhe një zgjedhje, një devijim nga e Komisionit Qendror i Zgjedhjeve në mënyrë që të mos kishte edhe humbje të votave të diasporës, por më shumë e keni parë si pengesë nga ana juaj? Jo, ne kam parë si pengesë si përfaqësues ligjor i Partisë Demokratike në KQZ, sepse faktikisht nuk ka qenë problemi vetëm tek ishujt e Greqisë. Ka ndodhur edhe në Athinë, ka ndodhur edhe në Janin, ka ndodhur edhe në Selanik, pra edhe në zona të tjera të Greqisë, ku ka qenë informacione që ne na kanë ardhur është se në Greqi po bëhet nami. Pra, këto kanë qenë informacione që kanë ardhur nga strukturat e Partisë Demokratike, nga dega lokale, nga njerëzit tanë atje, por kuptohet që gjithë problemi erdhi për faktin se votat u grumbulluan nga persona dhe individ të caktuar, pse jo dhe nga shoqata atje, siç e kanë publikuar edhe në rrjetet sociale me mburrje një pjesë e këtyre individëve. Pra, shkelje dhe thyerje e barazisë së votës, shkelje dhe thyerje e procesit zgjedhor. Dhe si pasojë çfarë ndodhi? Ndodhi ajo që në fillim nga Greqia nuk po vinin flet votimi, ose po vinin me një ritëm të ulët dhe të moderuar, dhe ditët e fundit po na vinin vetëm vota nga Greqia. Arriti kulmi deri aty sa një ditë na kanë ardhur 6.000 vota nga Greqia dhe 1.000 nga Italia, ndërkohë që Italia, për ta kuptuar dhe publiku, ka 30% më shumë votues shqiptar që janë regjistruar në Persë sa vetë Greqia. Atë si është e mundur, si shpjegohet që të vinë kaq shumë vota nga Greqia, ndërkohë nga shteti italian kishte akoma rezervë vota që mund të vinin. Pra, gjitha këto anomali, me provat, me indicet, me raportimet, me dëshmitë që na vinin për ditë me qindra, na bën të besojmë që në Greqi ka patur një problem masiv me votat e diasporës. Partia Socialiste në fillim ishte e shqetësuar për Greqinë. Duhet ta themi edhe këtë gjë. Ndërkohë ditë e fundit ata u panë si të relaksuar, si të qetë, si duket e arritën ato objektivin e tyre që mund mendonin. Megjithatë, jemi në fillimet e numërimit të votës së diasporës, ka ende pafund kuti që nuk janë prekur fare dhe duhet që të fillojnë të hapen, të numërohen, të vlerësohen. Votat e Greqisë ne këtu për momentin kemi kërkuar që të veçohen. Kemi 10 ditë pothuajse që bëjmë shkresa zyrtare drejtuar komisionerit zotit Celibashi që të veçohen të
të gjitha votat e Greqisë. Për këtë duhet të pyesja, për ditën e sotme, pasi pati një ngërç të numërimit të gjitha qarqeve këtu në votën e diasporës, jo vetëm në qarkun e Korçës, edhe pse ishte ajo indicia kryesore e juaja për të kërkuar që të ndalojë, të stopohej pra numërimi i zarfeve. Përse kërkoni që votat e Greqisë të jenë veç? Përse nuk mund të futen votat e Greqisë në po të njëjtat shtete të tjera të cilat po numërohen gjatë ditës së sotme, pasi gjithsesi këto do të cilësohen si votat diasporës në fakt? Po, atëre, për gjitha arsyet që unë sapo thash, për gjithë këtë problematikë, nëse do të numërohet një vot e ardhur nga shteti grek për qarkun e Tiranës, po e marr si shembull, apo për qarkun e Beratit siç po numërohen tani aktualisht, bashkë me votat e atij qarku të ardhura nga shtetet e ndryshme të botës, më pas do të jetë e pamundur që votën ti ta dallosh që kjo ka qenë një vot problematike nga Greqia, pra do jetë e pamundur që ta nxjerrësh që aty, sepse nuk gjendet më se nga cili shtet vjen. Nuk identifikohet dot më. Dhe për efekt procesi administrativ dhe për efekt të të problematikës që u krijuan në zbatimin e kodit zgjedhor dhe në zbatimin e rregullave. Sepse mos zbatimi i rregullave nga operatori postar apo në kontratorët e tij solli këtë situatë dhe solli këtë problematikë dhe shqetësim me Greqinë. Tashmë, ne kemi kërkuar që zoti Celi Bashi të merrte përgjegjësitë e tij administrative dhe ekzekutive si titullari i këtij institucioni dhe ai duhet kishte dalë në vlerësimin ton me një urdhër të prerë dhe të qartë se çfarë do bëjë me këto vota që janë të kontestuara dhe të kontestueshme potencialisht dhe nuk mund ta lindte këtë në minutë fundit, sikundër e ka lënë sot, me një orientim, një udhëzim, quheni si të doni, një akt që është i le të themi me konture të paqarta juridike, sepse nuk e saktëson shtetin grek fare, nuk e përmend, por lë të kuptohet sikur një pjesë e këtyre votave mund të ndajë veç. Pra është deri diku është pak teknik në aspektin ligjor, por nuk i plotëson 100% kërkesën e Partisë Demokratike, ndryshe nga sa mund të jetë raportuar këtu apo dhe në media të tjera. Kisha dhe një pyetje të fundit, nuk e di nëse do të ketë një pyetje tjetër nga Lili e cila është në studio në këto momente. Le të ndalemi pak tek votimi elektronik. Keni bërë dhe një kërkesë që rezultati i njësisë 10 dhe të vorës, të cilat cilësohen si projekte pilote, ndonse njësia 10 nuk e ka për herë të parë votimin elektronik, të shpallen në mëngjes. Edhe vora nuk e ka për herë të parë. Po, sigurisht. Kanë qenë edhe herën e kaluar, thjesht ndjes për ndërprerjen, pikërisht këto ishin arsyet pse ne pranuam që të bëhej votimi elektronik te njësia 10 dhe te vora, sepse ishin dy njësi ku është zbatuar ky projekt më përpara dhe njësi ku ne nuk kemi patur kontestime të shkuar. Prandaj pranuam që të bëheshin. Por përse kjo kërkesë për të shtyrë orarin më saktë pasi nuk ka një orar të përcaktuar, nuk ka. Zoti Celi Bashi mund ta pyesni, nuk ka nxjerrë një udhëzim për orarin. Nuk kam nxjerrë një akt për orën e caktuar. Por kjo është edhe e gjithë, le të themi, ideja e votimit elektronik, që rezultati të dalë më shpejt se sa i përket votimit manual, pasi ne kemi rezultate që po na dalin nga kutitë të cilat po numërohen manualisht. Përse nuk mund të kishim ne votimin elektronik në njësinë 10 edhe në vorë mund të kishim të parat e cila mund të dilje në kohë reale? Po, është një pyetje që duhet ta bëni zoti Celi Bashi, sepse ndryshe nga të gjitha herët e tjera, ku komisioneri ka marrë një vendimarrje, duke u konsultuar me palët, kësaj here ai nuk ka dalë me një vendimarrje, ose nuk ka kryer konsultimet e duhura, ose nuk i ka pyetur palët, ose diçka qëndron sepse nuk është nuk është një vendimarrje që të jetë imponuar. Dhe në mungesë të kësaj vendimarrje, ende ne nuk e dim se kur do të dalë. Faktikisht ai rezultat. Mundet që ai rezultat dali edhe tani që ne flasim, ne nuk e dim, sepse ne nuk e pengojmë dot. Si forcë politike, apo si subjekt zgjedhor zotin Celi Bashi që të shtypi një buton dhe ta nxjerrë atë rezultat. E ka vetë ai në dorë. E rëndësishme është që të jemi korrekt me anën ligjore dhe anën procedurale. Kreu i KQZ-s duhet ta kishte marrë tashmë një vendim përpara nisjes procesit, pale ta kishin të qartë që rezultati në këto qendra votimi në mënyrë elektronike do dilen filanor. Por ai e la për minutë fundit, nuk e dim, kalkulimet që mund të ketë bërë, është edhe një herë ja u them një pyetje që ndoshta duhet ja bëni zotit Celi Bashi. Nuk e di, Lili, nëse ka ndonjë pyetje nga studio për zotin Nuri, sa i përket votës diasporës, apo edhe nëse ke një pyetje lidhur edhe me votimin brenda vendit? Jo, vetëm një pyetje për sa i përket Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, nuk e di se si zoti Franci Nuri e vlerëson rolin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në këtë proces zgjedhor. A ka qenë e pavarur dhe transparente për gjatë të gjithë ditës së 11 majit e po ashtu edhe pas saj?
Ndjes se po e përsëris dhe njëherë pyetjen, por pyetja e Lilit nga studio vjen sa i përket punës që ka bërë Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjatë ditës së sotme, procesi votimit dhe më pas procesi numërimit, por edhe më herët. A ka qenë transparent dhe i pavarur sipas mendimit tuaj puna e KQZ-s sa i përket zgjedhjeve të 11 majit? Është herët që të flasim për një bilanc lidhur me punën e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, apo dhe për pandshmërinë apo jo, gjykoj që është herët për dalë në një konkluzion. Është proces i cili aktualisht po vazhdon, është fillimi i numërimit, është faza më e rëndësishme e gjithë procesit që administron KQZ-ja të paktën për ditën e zgjedhjeve. Unë vlerësoj se kemi pasur deri në farë mënyre një lloj transparence nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, një pjesë e shqetësimeve minore që ne kemi patur janë adresuar, një pjesë tjetër nuk janë adresuar, po këto janë teknikalitete, por gjykoj që notën finale nuk i takon Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, por do të jetë, le të themi në tërësi, notën finale kaluese apo jo për këto zgjedhje, do ta japin institucionet ndërkombëtare që po e monitorojnë këtë proces me rigorozitet dhe ato do nxjerrin dhe raportin siç e bëjnë në çdo palë zgjedhje dhe aty do të vlerësohet jo vetëm puna e KQZ-s, por a i përmbushnin apo jo standardet ndërkombëtare zgjedhjet e 2025 në Shqipëri. Zoti Nuri, ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe ndjes që ju mora kohën tuaj sepse e di që jeni zë në këto momente. Lili, nuk e di nëse ke ndonjë pyetje për mua tani sa i përket votimit këtu, numërimit të ndjes në Parkun Olimpik apo edhe procesit të diasporës deri në këto momente, siç e pat edhe deklarata e përfaqësuesit ligjor të koalicionit Partia Demokratike